Në cilësinë e qytetarit, në cilësinë e klientit, pacientit, si do që ta quaj, mu mundova ta shprej se si e ndjem ne, të cilët nuk jemi të profesionit të psikologëve dhe që nuk e njohim nga buran dhe pse na përcjell gjithë jetën. Dhe këto e ndjem na si qytetar, por mos me kanë aty me neve, mos me shpërty në momentet më të paprituna, duhet me u trajtu. Edhe është shumë, unë e thash e lashtë, sepse do shta me metaforë, me kallëzu që nuk është që na ka lind dje kur jemi njoftu me një simpati ose me një djalë ose me një vajzë që po na pëlqen edhe po tutemi që pe humbim. Kjo është më e vjetër, braktisa dhe plaga e origjinës së braktisjes. Në fakt, kjo tema e braktisjes ose plaga e braktisjes është një çështje që mendoj që është prej më të rëndësishmeve. Që secili prej nesh ndoshta poshtë lart përballemi në jetën e përditshme. Mirë po, sa e dim ose sa kemi njohuri që na jemi tu përballë me atë çështje është shumë e pakët. Ose ndoshta dikush e përjeton më pak, dikush më shumë. E përmendë për shembull plaga e braktisjes, sidomos e vetes. Pra, aktualisht gjithmonë është ajo çka kemi më përballë me veten. Pra, fillimisht çysh e braktisim na veten tonë. Vetja jon braktiset për shembull kur fillimisht me vetkujdesin, për shembull kur nuk kemi vetkujdes për veten, pra nuk kujdesemi për veten tonë. E neglizhojmë veten tonë, për shembull sikur për çështjet esenciale ditore, si për shembull ushqyeshmëria ose rregullimi ose veshja, pastrimi, gjithë ato do thotë, kjo është pika e parë do thotë ku na mundemi me vrejt veten se e kemi braktis veten. A e bëjmë pa vedije këtë? Sigurisht që pa vedije, sepse e përmendet që e ka një gjenezë gjithmonë, mirë, po çatë gjenezë na jo çdo herë e dim se është ndërlidhur me diçka, ndoshta edhe më herët arsyeja pse na po veprojmë kështu ose po sillemi kështu në këtë mënyrë. Tjetra është për shembull mungesa e kufive. Pra kur ne nuk kemi kufim, kur gjithmonë i themi njerëzve ose gjërave që na kërkohen gjithmonë i themi po, edhe në momentet kur na nuk dëshirojmë me vepru një gjatë të tillë ose me realizu një gjatë të tillë, ose kur gjërat janë kundër vullnetit tonë, ne prapë themi po. Pse? Sepse frika është që mos po i humbim këta njerëz, qoftë shoqnin, qoftë partnerin, qoftë prindrit ose e tjerë, do thotë rrethin më gjerë. Në këtë aspekt, për shembull, ka shumë situata ku ne, për shembull, e neglizhojmë veten ose në një farë mënyre, si më thonë, e braktisim veten, është edhe në çështjet, për shembull, ose në punë që na zakonisht i bëjmë, kur momentet kur na e nënvlerësojmë veten tonë. Ose ndryshe shpesh në terminologji njihet edhe si imposter syndrom. Për shembull, kur na e kemi bën një punë caktuar, njerëzit e vlerësojnë, por na prapë kemi atë dyshimin vetvete se nuk kemi bën mjaftueshëm. Ose, si më thonë, kjo që unë kam bërë nuk e meritoj, do thotë këtë punë ose këtë angazhim ose këtë rezultat unë nuk e meritoj. Pra që kjo është një farloj braktisje vetvetes, mos vlerësimit vetvetes. Pra, gjithmonë ka të bëjë me mos vlerësimin e vetvetes. Se kur rrjedh kjo, gjithmonë du të shohim për shembull në të kthehemi mbrapa dhe të shohim për shembull tek persona të ndryshëm të cilat e përjetojnë këtë braktisje të vetvetes, me pas se si ka rrjedh dinamika e jetës të këtij personi. Zakonisht për shembull munden me gjetë situata kur personat kanë pas lidhje dhe ndoshta janë braktisur, do thotë dhe ajo, si më thënë, ka shkaktuar një lloj traume të personit, për shembull për të qenë i braktisur ose frikat që të jetë i braktisur. Pastaj ka situata për shembull ndoshta kur kemi qenë në shkollën fillore ose në mesme, në raport me shoqnin kur zakonisht ndodh që me braktisni një shok ose një shoqe ose mos me e pranu në grup ose diçka të tillë, atëherë normalisht edhe kjo ka me qenë një lloj traume e braktisjes. Dhe ajo më esencialja është në raport me prindrit. Pra ku aty ku fillon gjithçka.